Fshesa e keqe ose Erigeron canadensis është një bimë që në mjekësinë tradicionale është përdorur për vetitë e saj diuretike dhe hemostatike. Në literaturën e vjetër përmenden përdorimet e saj në shqetësime të rrugëve urinare, në gutë dhe në reumatizëm kronik. Por çfarë dimë në të vërtetë për këtë bimë? Pse quhet fshesa e keqe dhe me cilët emra të tjerë njihet? Le ta shohim nga afër. Emri i saj botanik është Erigeron canadensis. Në literaturën e vjetër do ta gjeni edhe me emrin Conusa canadensis. Në anglisht njihet si horsuid, ndërsa në shqip mund ta dëgjoni si bari i kalit. Në popull njihet gjithashtu si fshesa e keqe ose fshesa e egër. Është një bimë barishtore njëvjeçare, shumë e zakonshme dhe mund ta gjejmë në vende të hapura, buz rrugëve, në toka të papunuara dhe shpesh në baxhet tona. Në këtë periudhë të vitit është veçanërisht interesante për t'u vëzhguar sepse lulëzon nga qershori deri në tetor. Bari përmban esencë me erë të këndshme, tanine, koline e tjerë. Nuk është studiuar sa duhet nga ana e veprimit, dihet se nxit epitelin e veshkës dhe si pasojë shton nxjerrjen e acidit urik. Mendohet se ky veprim nuk i kushtohet lëndëve vepruese të vetë bimës, por produkteve të zbërthimit të tyre. Bima ka edhe veti të ndalojë rrjedhjen e gjakut, hemostatike dhe veti të nxitë formimin e rruazave të bardha të gjakut. Këshillohet si mjet hemostatik dhe diuretik në hemoragji, në heqje barku me gjak dhe në procese pezmatimi të rrugëve urinare. Esenca e bimës vepron kundër parazitëve të zorrëve dhe askarideve. Valesa e bimës, dekokti, përdoret edhe në reumatizmin kronik, në gutë dhe në sëmundje të metabolizmit. Ka një kërcellë të drejtë dhe të mbuluar me gjethe. Në pjesën e sipërme formon shumë degëzime, të cilat mbajnë lulesa të vogla. Kur e shikojmë nga afër, lulet mund të duken shumë të vogla dhe delikate. Në qendër kanë pjesën e verdhë, ndërsa përreth shfaqen lulet e holla në ngjyrë të bardhë. Gjethet ndryshojnë sipas pjesës së bimës. Gjethet e poshtme janë më të gjera, ndërsa ato të sipërmet janë më të ngushta, heshtore ose si shirita. Dhe pikërisht fillon një nga arsyet pse kjo bimë është kaq interesante. Për shumë njerëz është thjesht një bar i keq që duhet shkolur nga baxhja, por për botanistët dhe për njerëzit që merren me bimët e egra, ajo është një specie me karakteristika dhe histori që ja vlen të njihen. Bari i kësaj bime përbëhet nga pjesa mbitoksore të mbledhura gjatë lulëzimit. Sipas materialit tradicional që kam në librin tim, në përbërjen e saj përmenden esenca, taninet, kolina dhe përbërës të tjerë. Në literaturën që kemi përdorur për këtë video përmenden gjithashtu përdorimet tradicionale të bimës kundër disa parazitëve të zorrëve dhe përdorimi i saj në formë valeze ose dekokti në disa shqetësime të përshkruara në mjekësinë popullore. Por sot duhet të jemi të kujdesshëm me këto të dhëna. Jo çdo përdorim tradicional do të thotë se efektiviteti është vërtetuar nga studimet moderne. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën këtë bimë interesante. Ajo ndodhet diku mes asaj që njerëzit kanë përdorur tradicionalisht dhe asaj që shkenca moderne ende duhet ta studiojë mirë. Një tjetër veçori e saj është aftësia për të krahur shumë lehtë. Farat e vogla mund të shpërndahen nga era dhe kjo ndihmon bimën të shfaqet në vende të ndryshme. Përveç kësaj, kjo bimë shumë i zakonshme që lulëzon për muaj të tërë temperaturat sot janë 40 gradë, ajo bimë është në gjendjen e saj më të mirë të ndryshme për sipërim.
Prandaj mund ta shohim pritur në një cep ose e njihni me një tjetër emër popullor ose në një shkruani në komente, sepse emrat e bimëve dhe herë tjetër që ta shihni këtë bim në tjetrën. Mos nxitoni ta shuani thjesht bar të keq. Shikojeni nga afër. Është se duron thatësinë. Fshesa e keqe, fshesa e egër, bari i kalit, orsui, apo erigeron canadensis, të gjitha këto emra na çojnë tek e njëjta bim. Një bim shumë e zakonshme që lulezon për muaj të tërë dhe që pas pamjes së saj të thjeshtë ka një histori të gjatë përdorimi tradicional. Nëse e keni në baçën tuaj ose e njihni me një tjetër emër popullor, ma shkruani në komente, sepse emrat e bimëve ndryshojnë shumë nga një krahin në tjetrën. Dhe nëse ju pëlqejnë këto video ku zbulojmë bimët që rriten rreth nesh, ndiqni Baçja Magjike për të njohur bashkë edhe shumë bimë të tjera që shpesh i kalojmë pa u kushtuar vëmendje. Mos harro ta pëlqesh videon, ta ruash, ndaje me miqt. Dhe mos harro të shtypësh botonin zile për të mos humbur videot e radhës. Faleminderit që më ndiqni.